Jemi në studio për sëri, tani do të flasim për shëndet, për atë shëndetin që ne marrim nga mënyra jone të ushqyerit, nga regjimi ynë ushqimor, sigurisht duke ju prezantuar, duke ju njohur edhe me produkte të cilat ne i gjejmë në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranci, pa diskutim duke marrë më të mirat. Kur ne themi yndyr, automatikisht mendja na shkon tek ato produkte që duhet i rrim larg. Megjithatë, ka koncepte të gabuara, të cilat ne javë pas jave i diskutojmë këtu në studio, që nga ku duhen kemi folur për karbohidratet, për shembull javën e kaluar. E njëjta logjik do të vlej edhe sot për sa i përket produkteve me bazë yndyrore, por që nëse ne njihemi me to dhe kuptojmë mënyrën se si duhet t'i përzgjedhim, si duhet t'i përshtasim në regjimin tonë ushqimor dhe çfarë benefitesh marrim prej tyre, e sigurt që ajo që themi shpesh të gjitha nga pak ne duhet i konsumojmë, por e rëndësishme është të dim çfarë fusim në shtëpi. Pra dieta jonë fillon nga pazari, kështu që çfarë ne gjejmë tek në Ranci, shumë pak kemi në studio dhe pafund gjeni në dyqanin tuaj më të afër, do t'i flasim me Alkendo Çuko, nutricionist pranë Institutit Kulinar në Ranci. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes, Anila. Kënaqësi të kem në studio gjithmonë për të folur për këto temat që ne na duan shumë. Pas çdo bisede që bëjmë bashkë, ne këtu mësojmë nga ty, jam e sigurt që edhe publiku fillon të marr edhe ti përshtas tek vetja disa prej këshillave që ndajmë në studio. Kështu që e bën një vizitë në Ranci. Po, ajo, ne bëjmë shumë shpesh, ju ja rekomandojmë shumë shpesh, e vërtet që është kështu si, e ke parasysh të kënaqësinë që të jep shopping tek femrat në mënyrë të veçantë, por edhe tek djem, nuk mund t'i përjashtojmë, tek anvisat, kjo e bërja pazar në vendin e duhur është një lloj kënaqësie më vete. Jo më kot ushqimi është një nga kënaqësitë më të mëdha. E vërtet, që ta jep. Duhet ta shijojmë dhe ku ka më shumë shije se sa yndyra. Po, e vërtet. Gordon Ramsay në fakt ka thënë aty ku ka yndyra aty ka edhe shije. Kështu që prandaj në Ranci sjell alternativa të ndryshme të produkteve me bazë yndyrore, të cilat pa diskutim që janë të shëndetshme. Ne në fakt është pak sa e çuditshme, sepse jetojmë në një kohë ku kemi pafund ushqime. Kemi pafund ushqime, por paradoksali është që me kaq pafundësi zgjedhjes, me kaq pafundësi produktesh, alternativash etj, përsëri kemi pangopje, kemi uri emocionale, kemi disbalanca hormonale, kemi probleme të konsumimit apo probleme të tretjes së këtyre produkteve dhe hera herës ja kemi vënë fajin yndyrnave, por le të themi kemi kryer një lloj marrëdhënie toksike me yndyrna. E kuptoj, nga ato të vështirat për të hequr dorë. Por ideja është që yndyrna në fakt janë baza ndërtimore e gjithë trupit tonë. Pra nëse e zbërthejmë morfologjinë tonë, se si jemi të ndërtuar, praktikisht qelizat tona, cipa e jashtme është lipoprotein, pra është një yndyr me protein. Truri jonë është pjesa më e madhe e yndyr. Yndyrnat janë le të themi gjenerues apo formues të hormoneve të ndryshme. Pra imagjino siç bëhet brumi, ujë, miell, kombinoj bashkë yndyrnat, po ashtu në rrugët metabolike kombinohen me elementë ndryshëm që prodhojnë hormonet. Që hormonet më pas caktojnë edhe mënyrën se si ne ndjehemi, pra të lumtur, të trishtuar etj. Pra nuk janë dhe aq të këqija, thjesht duhet të dimë se çfarë konsumojmë. Dhe nga ti marrim, si ti marrim. Pa diskutim, prandaj në Ranci sjell alternativa të ndryshme. U zgjata pak me këtë parantezën, sepse do i shpjegojmë më në gjerësi, por edhe shkurt, le të themi pak nga secila, duke qenë se janë dhe shumë, por në esencë të gjitha kanë bazën yndyrën. Diferenca varion nga origjina, nga produkti, apo edhe nga karakteristikat të veçanta. Për shembull, nëse ne marrim yndyrën e parë, që është gjalpi i kakaos. Po. Nuk kemi folur shumë për gjalpin e kakaos në fakt. Po pra, e vërtet, në ka munguar këtu në studio, kështu që vjen si një produkt kurioz. Gjalp kakao. Gjalp kakao. Atëherë, ne kemi në këtë format të vogël të tillë, pra për paketime familjare, por pa diskutim kemi edhe për versione horeke në të gjitha pikat e dyqaneve. Gjalpi i kakaos është një yndyrë shumë e veçantë, sepse shkrin në temperaturën e trupit. Pra, nëse ne tani këtë e marrim në dorë dhe vendosim në plëmbën tonë, nuk ka për të shkrirë. Por në momentin kur e vendosim në gojë, pra afër temperaturës të trupit, 36-37 gradë, atëherë ka për të filluar për të shkrirë. Interesante. Kjo është diferenca që nga e ndan një çokoladë premium nga një çokoladë jo cilësore. Sepse ajo nuk shkrin në dorë, por shkrin në momentin kur ne fillojmë që ta mastikojmë. Nuk e dija këtë testin pra që mund të bëjmë edhe me çokoladën në këtë rast. Ose do të thotë që nuk është temperuar mirë. Dhe gjalpi i kokosit ka një veçanti sepse
pa diskutim përmban acide yndyrore, ato të rëndësishme që ne flasim, por përmban dhe acid oleik dhe acid stearik. Tani acidi stearik në fakt është një yndyrë e ngopur. Por edhe pse yndyrë e ngopur, absolutisht nuk sillet si e tillë. Pra ka gjithmonë variacione. Nëse ne themi për shembull për elemente të caktuar që kjo është e dëmshme, le ta mendojmë si dy binjak. Pra, në momenti kur kemi të bëjmë me dy binjak, ata të dy janë në pamje identik, por secili ka karakteristikat e veta morfologjike, ndërtimore, fizike, kimike etj. Një lloj edhe me elementet kimik për shembull, janë çdo acid yndyror, çdo proteinë, çdo aminoacid, çdo karbohidrat etj. Ka një antagonist edhe një protagonist. Okej. Pra një lloj si shëmbulltyrat e pasqyrës që të dy ngjajnë shumë, por secili ka role të ndryshme. Dhe acidi stearik nga kjo anë sillet si një yndyrë e cila nuk ndikon absolutisht në shëndetin kardiovaskular, nuk ndikon në nivelet e kolesterolit, madje sillet si një acid yndyror neutral për ne. Dhe shumë e rëndësishme në fakt gjalpi i kakaos ka, le themi, mund ta përdorim jo vetëm për gatim, por mund të bëjmë një praktikë goxha të veçantë që unë së fundmi e kam zbatuar, mund të bëj dhe kos me gjelp kakao. Kos? Po. Vërtet? Pra, qumësht, gjelp kakao, nëse kemi parasysh atë kosin grek 10% yndyrë i famshmi, i cili absolutisht unë kam dakord për ta blerë në mënyrë komerciale, dhe 10% yndyrë është sasi goxha e lartë yndyrore, ne mund të bëjmë një kombinim shumë të veçantë dhe akoma më të shëndetshëm, duke kombinuar qumësi normal, pak gjalp kakao, diku tek 1%, 3%, e ngrojmë temperaturën 40 gradë dhe inokulojmë me kulturën, me farën e kosit dhe lëmë më pas të fermentohet. Dhe kur e vendosëm me frigorifer më pas, kemi të bëjmë një strukturë akoma më kremoze, më të plot në gojë, më të shishme, ndërkohë edhe aromën e ndjejmë me kaq pak përqind? Jo, gjalpi kakaos është pak neutral nga aroma. Okej, pra thjesht ndikon në këtë trashë dhe përqindjen e yndyrës që ky kosi i famshëm na vjen i ganshëm. Është një praktikë e veçantë. Interesante. Këto eksperimentet e tua janë për të mbajtur shënim. Eci Malken, se kemi nevojë të fitojmë të gjitha informacionet brenda kohës. Shea butter, edhe shea butter, ne nuk para kemi folur për të, është një yndyrë e cila zakonisht nuk përdoret për gatim, por përdoret më tepër nga ana kozmetike dhe le themi dhe në paketimet që ne kemi sjellë në të gjitha pikat e dyqaneve të toleranci të këtij formati, i kemi të shkruar të gjitha benefitet se çfarë ofron. Dhe gjalpi shea pak a shumë i ngjashëm me gjalpin e kakaos, është i pasur me acid stearik. Dhe duke pasur këto, le themi, elementa për këto karakteristika, ndihmon në elasticitetin e lëkurës, ndihmon në rivitalizimin e saj, ndihmon në gjenerimin e kolagjenit, ndihmon në largimin e qelizave të vdekura, disa herë mund të përdoret edhe për kontraktimet muskulore, pra pas seancave stërvitore mund të bëjmë masazhim të butë, pjesërisht do ndihemi më të çlodhur edhe nga veprimi mekanik fizik që ne bëjmë, por edhe nga depërtimi i gjalpit shea. Madje edhe për flokët mund të përdoret, është goxha i mirë duke forcuar rrënjët e flokut, duke i trashur ato, por nga ana tjetër edhe duke ofruar një hidratim në thonjza, se nuk kemi të bëjmë me ujë, por kemi të bëjmë me penetrim e depërtim të acideve yndyrore në lëkurë, në skalp, pra në pjesën si profesore të trupit tonë. Vaj i kokosit është një tjetër yndyrë, ne kemi folur pak për vajin e kokosit, por është një produkt i cili jo shumë përdoret, jo shumë, le të themi, preferohet të përdoret, sepse absolutisht përdoret, zakonisht në kozmetik më tepër, por ne në këtë paketime kemi të përshtatshme që të përdorim edhe për produkte kozmetike, por edhe për konsum të brendshëm, duke qenë se është organik, sepse kemi diferenca vaj kokosit i cili është destinuar për kozmetikën, duke qenë se ekstraktohet me solventë të cilët nuk janë të përshtatshëm për ne për t'i konsumuar, por edhe vaj kokosi i cili ekstraktohet me presim, me të ftohtë etj. Ne kemi të cilën në këtë paketim dhe veçanta e vajit të kokosit është përmbajtja e acideve yndyrore me zinxhir të shkurtër të atomeve të karbonit. Pra,
nëse një acid yndyror, le të themi sa 2 krahët e mi të zgjatur, vaj kokosit përmban gjysmën e njërit, kuptova. Pra është më i shkurtër. Kemi krahasime të shumë me makina, me trafik, me pasqyra. Nutricionizm më konkret nuk e një hasën të njerë. Vetëm duhet të nxitojmë, të lutem, se e di që duhet të përmendim. Atëherë këto të tjera do t'i 5 minuta kohë kemi. Okej, atëherë na mjaftojnë më shumë. Këto ishin pak më të veçanta. Okej. Gjalpi i fistikut është një produkt tjetër, ne kemi sjellë në formën e çokoladës së Dubait, pra me kadaif, një produkt i cili përmban edhe karbohidratet nga kadaifi, por edhe yndyrën dhe proteinat nga fistiku. Fistiku njihet si një frut, si një produkt i cili është mbret i proteinave të arrorëve, duke qenë se ka sasi shumë të lartë, por ka dhe beta-karoten, ka lutein, ka zeaksantin, që janë të rëndësishme për shëndetin e syve, ka edhe klorofil, që është karakteristika e ngjyrës jeshile. Vaj i sojës nga ana tjetër po ashtu, është një produkt i cili le të themi konkuron mjaft denjësisht me vajin e ullirit, duke qenë se është i pasur dhe vaj i sojës me acidin yndyror omega 3 dhe omega 6, madje ne vajin e sojës zakonisht nuk e kemi tradit për ta përdorur në ushqimet tona, por nëse vizitojmë dyqanet e Neranxhi Organic Market, mund të shohim disa konserva peshku, të cilat aty lexojnë të konservuara në vaj soje. Çfarë është shumë herë më e shëndetshme se sa konserva që gjejmë në mënyrë komerciale, të cilat janë në vaj farash të ndryshëm, kolize etj që vaj palme më se tash. Vaj tjetër është vaj ulliri aromatizuar me rozmarin, që dhe kjo është një, le të themi, lehtësim apo një alternativë tjetër e përdorimit të yndyrnave në kuzhinën tonë për të dhënë më tepër aromë. Produktet mjaft të veçanta të tjera do ishte tahini, dhe më pas të tjera do nisësh t'i marrësh ti se i marrun pastaj të tjera, largohem shumë. Atëherë ne kemi si tahinin original, që është ngjyra më e zbet, dhe tahini me kakao. Atëherë tahini është praktikisht fara susami, gjalp fara susami. Asnjë gjë tjetër, asnjë produkt tjetër. Dhe diferenca se nga dallojmë që është e shëndetshme apo nuk ka aditiv, mund të shohim këtë ndarjen këtu, që ka pak një fraksion vaj dhe ajo duket kur kthehet. Kur lëviz, po. Shumica mendojnë që kjo nuk është e shëndetshme, por në fakt kjo është e shëndetshme, dhe më po i lëviz shumë këto menduar. Kjo është e shëndetshme sepse tregon që nuk ka aditiv të ndryshëm, nuk ka ngjyrues, nuk ka trashës në piksës e tjere e tjere. Dhe gjalpi susamit, që kemi edhe me formën e kakaos, që kakao nga nga tjetër përmban dhe teobrominën, ka sasi shumë të lartë të kalciumit, por ka dhe sasi të lartë të lingdaneve, që janë disa element të cilët ndihmojnë shumë në sistemin hormonal, duke e balancuar atë dhe duke ndihmuar në sintezën e tyre. Majonezi kepi, që është një alternativë e mirë për të përdorur për të bërë salca të ndryshme, 15 deri në 20 gram është mjaftueshëm sasi dhe produkt për ta kombinuar qoftë me kos, qoftë me salca të ndryshme, madje mund të bëjmë dhe një vinegret me atë për ta përdorur në sallatra, në pancake të kripur, krepa të kripur e produkte të ndryshme që mund të mendojmë. Gjalpi kikirikut po ashtu i pasur me fibra, është një produkt inteligjent që kombinon yndyrën, fibra dhe proteinat, dhe pse në dukje i rënd, konsumimi në sasinë e dur 15 deri 20 gram e suporton tretjen tonë dhe gjithashtu balancon atë nivelet e sheqerit në gjak, duke qenë se pjesa më e madhe, le të themi, e arsye sepse ne ndihmë të ngopur janë nga yndyrnat. Nëse ne na mungon yndyra në trup, atëherë pa diskutim apo në stomak pa diskutim do ndihmë uri. Dhe konsumimi i gjalpit të kikirikut e balancon, le të themi, këtë mekanizëm biologjik që ne kemi ngopje uri. Okej. Sekondat e fundit që kemi, se ne them gjalpi që njohim të gjithë është ky. Po, gjalpi që njohim të gjithë është ai aty. Gjalpi i pasur dhe me krem që ka të shijen karakteristike në thonjza të fshatit që ne... Po, që ne e tregojmë shumë shpesh sa herë që gatuajmë dhe ndjejmë atë aroma fantastike. Dhe absolutisht nuk duhet ta eliminojmë, sepse gjalpi është i pasur me lipoproteina, ajo stresa që qelizat tona të ndërtuara me. Dhe qumshi i kokosit që pa diskutim, një lloj si vaji i kokosit ka të njëjtat atribute, por jo në formën yndyrore, në formën e një qumshi mund të përdoret edhe në smoothie, edhe në kek, mund të bëjmë edhe brownie të ndryshëm, apo
Edhe kos mund të bëjmë. Edhe kos mund të bëjmë, edhe këtë. Tani që e mendoj. Në fazën e zbulimit të recetave të reja të kosit. Kështu që, Alken, faleminderit. Falenderoj shumë që këtë mëngjes ishe me ne. Të uroj një ditë të mbarë, mirash në studio, me tjera biseda kaq të vlefshme për shëndetin tonë. Faleminderit. Kënaqësia ime. Tani kemi hapësirën publicitare të radhës.